Se sot nëse dikush në një shkollë thot se një fëmijë është larguar nga shkolla për arsye se i përket një komuniteti, kemi problem shumë serioz. Tek komuniteti dhe arsimi nuk është prapë gjithçka bardhëzi, nuk është e njëjtë tek të tri komunitetet që ishin prezent në dokumentar, për shkak se përhezojmë te komuniteti rom me ka edhe barierën e gjuhës, që në një pjesë të caktuar të Kosovës është më evidente dhe ata duhet të shkojnë në shkollë në gjuhën shqipe, që nuk është gjuha atyre anëtare, ose eventualisht edhe në gjuhën serbe në lokalitetet të ndryshme, cila prapë nuk është gjuha atyre anëtare dhe kanë vështirësi shtesë, por ka edhe pjesë ku situata është edhe më mirë se sa që u paraqet. Për shembull, u diskutu se sot nuk ka një përfaqësues të komuniteteve ose një pjesëtar të komuniteteve pjesë të universitetit, fatkeqësisht se është, po nuk ka qenë kështu para 30 viteve ose 40 viteve. Kemi pas prodekan të universitetit nga komuniteti egjiptian, ose edhe mjek të tjerë shumë suksesshëm edhe atëherë edhe sot. Kështu që si ministri jemi mandatin që e lam pas përkushtu në mënyrë që me Ministrinë e Arsimit punojmë në përmirësimin e kushteve tek zonat ku jetojnë komunitetit. Kemi bërë investime të ndryshme në shkolla ku ka edhe pjesëtarë të komuniteteve, kam pas një kështu përparësi është edhe në investimet kapitale, pastaj kemi ndërtuar një skemë të bursave e cila ka qenë shumë e rëndësishme, vazhdon të jetë shumë e rëndësishme, i ka disa sfida me cilat tash duhet të ballafaqohemi sot vetëm pata diskutimin e parë edhe me ministrin Çeku. Unë besoj që duhet të jetë për të gjitha drejtimet, duhet të jetë për të gjitha vitet, nivelet, mirë po duhet të ketë edhe një konkurrencë, nuk duhet në këtë situatë që jemi tash vetëm nëse i përket një komuniteti të caktuar etnik, të kesh patjetër një bursë, pa marrë parasysh angazhimin ton, vlefshmërinë tonë dhe edhe suksesin tonë. Kështu që mbetet ky mandat i joni i qeverisë të jetë i fokusuar në përmirësimin matej të kushteve të arsimit. Nuk besoj që është numri ashtu i braktisjes për arsye të përkatësisë etnike, por arsyet janë më shumë socioekonomike se sa etnike, dhe këto me kompetencë. Sot nëse dikush në një shkollë thot se një fëmijë është larguar nga shkolla për arsye se i përket një komuniteti, kemi problem shumë serioz. Edhe nuk besoj që institucionet tona lejojnë një situatë e tillë, mirë po që ka braktisje të mësimit, por sigurisht më pak se në të kaluamën te komunitetet, edhe se nuk raportohet në masën se si është e obliguar të raportojë edhe shkolla, edhe këto grupet komunale për parandalimin e braktisjes, ka.